Sepse po besoj që ka ardhur koha se njerëzit janë lodhur prej premtimeve fantastiko-shkencore të kandidatëve që e shtramujnë guhen, bëhen sikur jemi konë në Angli, e dim anglisht, e kem harru shqipen, edhe njerëzit i kanë humbur këto shtosa. Edhe mendoj që unë jam kandidat ose jam njeri ose jam deputet që kom përfaqësu popullin e Kosovës edhe kom qëndru me problemet, me dështimet, me sukseset e qytetarëve të Kosovës, kudo në Kosovë, po jam edhe rezident në Prishtinë, edhe folët për gjona të mëdha, po hala në Prishtinë ka shtylla elektrike midis rrugë, ka azbest nëpër qerrë, nëpër shkolla, nëpër ndërtesa, ka mbi ndërtime, ka kaos urbanistik, ka dugoj qelni që i kanë prek edhe vertikalet e që rrezikohen prej më ndodh në internet, zoti na rujt, edhe ajo është problem. Pastaj me disiplinën shkolla, me rrezikun e komunikimit të narkodilerëve me nxënësat moshave të reja, edhe statistikat janë të frikshme, edhe kem problem edhe me këto që i përmena, do më thonë të lëvin komunikacioni, gjitha këto, edhe me puseta që nuk kam mujt kur me i bo qësh duhet, edhe ajo është çështja ma thjesht, nuk shpëtojmë na pej këtij problemi duke qitë sensor se kush e vjedh ato, se bazamundi është i bom keq, na pretendon me i qitë bazamentin njerë me bo qësh duhet, qësh e nevop, pastaj çështja e hajnis, aty është policia e pun tjetër shka po mi qysh këto gjona. E për ata nuk kom dasht me hap premtime të mëdha, pa realizueshme, edhe se duhet model unë kom jetu me këtë popull, kom i rrit fëmijën qëto. E çka me bon tani mos 4 vjetë, e fitoj, edhe nuk i bëj qëto, edhe nëse ta në vërë për këtë zona bazike, për shembull ka nevojë për një treg me bo, i cili në gjitha programet, gjitha partive politike, sidomos tyne që i kanë fitu zgjedhjet, ka figuru që deri me na ru një treg që kushton 300.000 euro, që tu të e të kajra radhë pion, edhe aty është imbulu me argona, me qebe, me zhempera, është do më thonë katastrofë ekologjike, që aty kushitet burleti, kushitet tërimet, është katastrofë, e ti me shumë në thonë, du me ek stadionin me marrë i licen, po mdu, kjo është e mirë si helgore, si kur t'ishën në stad tjetër, po nëse qytetari i Prishtinës, me të vërtet ka nevoja krejt bazike, edhe kom vrej, dhe më thonë, probleme shumë noja edhe fukarallak ekstrem, e ti më folë kësa gjona, unë nuk jam kësi i politikave të pudrës e të pomods, po jam njërë që muj me i kry qëto probleme. E këto që jërë të midhaja, unë kur të thënë në që ato i bëj, për njëherë s'po i thamë, s'po i prentoj, për kom i bo.